të Shqipërisë, aty ku gjiri i Vlorës hyn thellë në tokë dhe malet zbresin drejt detit, ndodhet një nga vendet më misterioze dhe më të militarizuara që ka ekzistuar ndonjëherë në historinë shqiptare. Pashalimani. Ai nuk ishte thjesht një bazë ushtarake. Për dekada me radhë, ai ishte një nga sekretet më të ruajtura të regjimit komunist shqiptar. Një territor ku civilët nuk lejoheshin të afroheshin, ku ushtarët jetonin në disiplinë ekstreme dhe ku në hijen e luftës së ftohtë u ndërtuan tunele, depo armësh, strehime të blinduara dhe struktura që edhe sot vazhdojnë të ngjallin mister. Për shumë shqiptar të asaj kohe, emri Pashaliman nuk përmendej pothuajse kurrë, dhe kur përmendej, bëhej me zë të ulët, sepse ai vend nuk konsiderohej thjesht bazë ushtarake, konsiderohej vi fronti, një pikë që regjimi besonte se mund të sulmohej në çdo moment nga perëndimi, nga NATO apo nga armiqt që propaganda komuniste përmende vazhdimisht. Historia moderne e Pashalimanit fillon pas luftës së dytë botërore, në një periudhë kur Shqipëria po hynte gjithnjë më thellë në orbitën sovjetike. Pas ardhjes në pushtet të Enver Hoxhës, vendi u lidh ngushtë me Bashkimin Sovjetik. Shqipëria e vogël dhe e shkatëruar nga lufta kishte nevojë për mbështetje ekonomike dhe ushtarake, ndërsa sovjetikët kërkonin pika strategjike në mesdhe. Edhe gjiri i Vlorës ishte perfekti. I mbrojtur natyrshëm nga malet përreth dhe me dalje direkte në Adriatik, ai konsiderohej një nga portet më strategjike në Ballkan. Pikërisht aty filloi projekti që do ta kthente Pashalimanin në një nga bazat më të rëndësishme ushtarake të bllokut lindor. Në vitet 1950, inxhinier dhe specialist sovjetik mbërritën në Shqipëri, bashkë me ta erdhën teknologji ushtarake, plane ndërtimi dhe një nivel sekretizmi që vendi nuk e kishte parë më parë. Fillimisht baza u zgjerua për flotën detare shqiptare, por shumë shpejt projekti mori përmasa shumë më të mëdha. U ndërtuan struktura përndetse, depo municionesh dhe tunele të fshehta. Qëllimi ishte i qartë. Bashkimi Sovjetik donte një bazë të fortë ushtarake në Adriatik, një pikë nga ku nëndetëset sovjetike mund të monitoronin lëvizjet e flotave perëndimore në mesdhe. Për banorët e zonës, gjithçka filloi të ndryshonte. Zona u mbyll gradualisht për civilët, lëvizjet kontrolloheshin, fotografimi ndalohej, ushtarë të armatosur patrullonin vazhdimisht. Disa familje u zhvendosën, ndërsa të tjerat jetonin në vëzhgim të vazhdueshëm. Askush nuk duhej të dinte se çfarë po ndërtohej realisht aty. Dhe kjo fshehtësi ishte aq e madhe sa shumë shqiptar të zakonshëm nuk e dinin fare se në Pashaliman ndodheshin nëndetëset sovjetike. Me kalimin e viteve, baza filloi të mbushej me aktivitet. Oficerë sovjetik dhe shqiptar punonin krah për krah. Në port ankoroheshin anije ushtarake, ndërsa nëndetëset hynin dhe dilnin në mënyrë të vazhdueshme. Ushtarët shqiptar që shërbenin aty kalonin kontrolle të rrepta sigurie. Çdo bisedë monitorohej, çdo dyshim raportohej. Në atë kohë, sigurimi i shtetit kishte sy dhe vesh kudo. Frika nga spionazhi ishte konstante. Regjimi besonte se çdo informacion që dilte nga baza mund të përdorej kundër Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Një nga pjesët më misterioze të Pashalimanit ishin tunelet, të ndërtuara pjesërisht brenda shkëmbimeve. Ato shërbenin për të fshehur armatime, municione dhe mjete ushtarake nga sulmet ajrore. Disa tunele besohet se mund të ishin projektuar që nëndetëse të mund të futeshin brenda strukturave të mbrojtura. Atmosfera aty poshtë ishte e rëndë, dritat ishin të zbeta, muret prej betonit të lagështa dhe ushtarët kalonin orë të tëra në kushte izolimi. Shumë ish ushtara kanë treguar më vonë se shërbimi në Pashaliman ishte ndër më të vështirët në vend. Disiplina ishte ekstreme dhe gabimet ndërshkoheshin rënd. Në kulmin e bashkëpunimit me sovjetikët, në bazë ndodheshin disa nëndetëse të klasit Whiskey, modele sovjetike të përdorura gjatë luftës së ftohtë. Për Shqipërinë e vogël, prania e tyre ishte diçka jashtëzakonshme. Propaganda komuniste e paraqiste këtë si provë të fuqisë së kampit socialist dhe të rëndësisë strategjike të Shqipërisë. Por pas fasadës së propagandës, tensionet po rriteshin. Fundi i viteve 1950 dhe fillimi i viteve 1960 solli një krizë të madhe mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Nikita Khrushchevi dhe Enver Hoxha nisën të përplaseshin për çështje ideologjike dhe politike.
Shqipëria refuzoi të ndiqte linjën e re sovjetike dhe marrëdhëniet filluan të përkeqësoheshin me shpejtësi. Dhe pikërisht në qendër të këtij konflikti ndodhej Pashalimani. Në bazë, atmosfera ndryshoi plotësisht. Oficerët sovjetik dhe shqiptar filluan të shikonin njëri tjetrin me mosbesim. U shtuan kontrollet. Raportet mes palëve u tensionuan, derisa një ditë konflikti shpërtheu hapur. Bashkimi Sovjetik kërkoi kontroll më të madh mbi bazën dhe nëndecet, ndërsa Shqipëria e refuzoi. Situata u bë aq serioze sa ekzistonte frika reale për përplasje ushtarake mes aleatëve të dikurshëm. Një nga episodet më dramatike ndodhi kur sovjetikët tentuan të largonin nëndecet nga Shqipëria, por pala shqiptare refuzoi ta dorëzonte kontrollin e plotë mbi bazën. Sipas shumë dëshmive historike, pati tensione të forta dhe mobilizim ushtarak. Në fund sovjetikët u larguan nga Shqipëria, por disa nga nëndecet mbetën në duart e shqiptarëve. Ky moment konsiderohej një nga ngjarjet më dramatike të luftës së ftohtë në Ballkan. Pas largimit të sovjetikëve, regjimi shqiptar u bë dhe më paranojak. Frika nga pushtimi u rrit. Enver Hoxha ishte i bindur se Shqipëria do të sulmohej nga të gjitha anët. Dhe Pashalimani mori një rëndësi edhe më të madhe strategjike. U ndërtuan bunker të rinj, depo të blinduara dhe struktura të fsheta. Ushtarët stërviteshin vazhdimisht për skenar lufte. Alarmet ushtarake ishin të shpeshta. Në çdo moment, baza duhej të ishte gati për çdo reagim. Shumë nga ushtarët që shërbenin aty jetonin të izoluar për muaj të tërë. Kontakti me familjet ishte i kufizuar. Zona ruhej ditë dhe natë. Ka dëshmi që tregojnë se rojet kishin urdhra shumë të rrept për çdo person që afrohej pa autorizim. Banorët e zonës shmangnin pyjet. Në Shqipërinë komuniste, të interesoheshe shumë për objektet ushtarake mund të sillte probleme serioze. Në vitet më të errta të regjimit, Pashalimani u kthye në një simbol të izolimit shqiptar. Ndërsa pjesa më e madhe e Europës po ndryshonte, Shqipëria vazhdonte të jetonte me frikën e luftës. Në tunelet dhe depot e bazës ruheshin armë, torpedo dhe pajisje ushtarake që konsideruheshin sekrete shtetërore. Disa ish ushtarak kanë treguar se shumë pjesë të bazës ishin të ndaluara edhe për vetë personelin shqiptar. Vetëm një numër i kufizuar oficerësh kishin akses në disa zona. Ka dhe histori të çuditshme që vazhdojnë të përmenden nga banorët dhe ish ushtarët. Disa flasin për alarme natë që aktivizoheshin pa pritur, duke e detyruar gjithë bazën të kalonte në gatishmëri lufte. Të tjerët kujtojnë raste kur në det shfaqeshin objekte të paidentifikuara dhe ushtarët urdhëroheshin të mos flisnin për ato që kishin parë. Edhe pse shumë prej këtyre historive nuk janë dokumentuar plotësisht, ato tregojnë atmosferën e tensionit dhe frikës që ekzistonte në atë periudhë. Në vitet 1970 dhe 1980, ndërsa Shqipëria izolohej gjithnjë e më shumë, baza vazhdoi të funksiononte si një nga pikat më të rëndësishme të mbrojtjes shqiptare. Por teknologjia po vjetërohej. Nëndecet sovjetike ishin tashmë modele të vjetra. Megjithatë, regjimi vazhdonte t'i paraqiste si simbol force. Ushtarët vazhdonin stërvitjet, ndërsa propaganda fliste vazhdimisht për rrezikun e sulmit imperialist. Kur komunizmi filloi të shembej në Europë, dhe Pashalimani hyri në një epokë të re, sekretet e vjetra nisën të dalin gradualisht në dritë. Zona që dikur ruhej me fanatizëm filloi të hapej, por shumë pjesë të bazës mbeten të mbyllura dhe të heshtura. Tunelet e errta, depot e vjetra dhe strukturat prej betoni vazhduan të qëndrojnë aty si kujtimi një kohe kur Shqipëria jetonte në frikën konstante të luftës. Sot, kur njerëzit vizitojnë zonën e Pashalimanit, shumë prej tyre shohin vetëm mbetjet e një baze të vjetër ushtarake. Por pas atyre mureve dhe tuneleve fshihet historia e një prej projekteve më sekrete dhe më të rëndësishme të komunizmit shqiptar. Një histori me sovjetik, nëndece, tunele të fshehta, alarme lufte dhe izolim total. Një histori ku një vend i vogël në Adriatiku u kthye për dekada në një pikë strategjike të luftës së ftohtë. Dhe edhe sot, shumë njerëz besojnë se jo të gjitha sekretet e Pashalimanit janë zbuluar plotësisht.